Miq, përshëndetje. Pas shumë kohësh, sot jam me Fatmirin, i cili më ka ardhur nga Librazhdi. Përshëndetje të gjithë miq, përbashkët me Lulin. Sot pata fatin që të vi ta vizitoj Kullën Hupi. Është një nga mrekullit që ka kjo zonë. Unë fakt e kam ndjekur he pas here në rrjetet sociale dhe sot ra rasti që të kthehem dhe të vi te Kulla Hupi, te Luli. Dhe jam shumë i lumtur që Kulla Hupi ka ecur me ritme shumë të shpejta, po jo shumë të shpejta, avash, po janë bërë punë të mira. Ata ngadalë bëhen punë të mira, sepse unë e mbaj mend Kullën Hupi që nga vitet 2015, kur filloi ta rinovonte Kullën dhe sot për mashallah, Kulla është shumë e bukur dhe pret vizitorë gati çdo ditë. Sidomos fundjava është full. Prandaj nëse keni ndërmend vini, merrni masat dhe përnetoni 10 ditë përpara, sepse nuk e gjeni dot. Ose ditë të javës, ose në mes javës, edhe të jemi edhe të kemi pak më shumë kohë. Spari e falenderoj shumë Fatmirin që ka ardhur familjen sot. Edhe uroj që ta shijojë këtë vend dhe këtë pritje që ne e kemi dhe bëjmë prej vitesh të gjë. Kështu që ju uroj dhe ju miqve tanë që të na vizitoni edhe përveç Kullën, vizitoni edhe rrugën e re që është bërë me gulli, a? Si ishte bërë? Shumë bukur. Unë fakt kam udhëtuar nga Librazhdi deri në këtu te Kulla Hupi për 1 orë gjys. Pra një rrugë panoramike që kalon nëpërmjet farë kombëtar të Shëbenikut. Nuk harrojmë ta përmendim. Edhe urat Serenecit deri tek shtëpia e Lulit. Ju falenderoj, zgjatëm pak, por që ishte shpjegim i mirë besoj. Respekt të gjithë dhe mirë se të vini këtu te Kulla Hupi. Mos harroni. Respekt.